cilën ka patur më shumë prioritet, dhe nga ana tjetër themi po, të jetë një tjetër juaj. Kjo është një diskutim që në fakt personalisht e shikoj si një diskutim të hapur, i cili është të gjitha partitë politike dhe tek Partia Socialiste. Pa diskutim ka shumë drejtues qarqesh, që ne për shembull kemi patur raste që kemi thënë pse të ishte më mirë Yni sepse duke qenë këtu e njeh më mirë territorin, nga ana tjetër themi pse kjo strategjia për të mos patur fjalë, për të patur pak fjalë dhe për të patur këto videot. Mirë, kjo është një lloj ritmi tjetër e mënyrës se si me përditshmëri, le të themi, e ngjeshim përditshmërinë e tyre ose një javë dhe pastaj e postojnë sipas takimeve që kanë. Zoti Malaj. Unë dua ta bëj pak më praktike diskutimin dhe realisht besoj që kolegja mos marrë për të justifikojë çdo gjë që bën Partia Socialiste, duhet të tregoj edhe integritetin e saj për gjërat, por të mburrësh atë që një minutë, të lutem, por të mburrësh atë që do të si për zgjedhja e deputetëve, që ku ka zoti Rama ose shoku Edi, ka qenë preferencë personale dhe jashtë çdo strukture politike. Unë kam qenë në 2013 nga 97 antar i kryesisë, kështu që kam bashkëtuar me mënyrë dhe kam bërë debat publik që kam thënë partitë nuk janë e patur ushtarake. Nuk është e vërtet që deputetët duhet të ndryshohen. Ajo që bëri Rama për ndryshoj deputetët nga zona, ishte një këshill nga strategët politik, që njerëzit që kanë influencë të qartë në zonat e tyre, mundohu të shkëputësh lidhjet. Nuk ishte për demokratizuar, ishte për të adopsuar partinë. Për zgjedhja tani, unë shikoj dhe populli shqiptar, populli mençur, thotë nuk bëhet buke mirë me mjellkua. Çdo njeri ka të drejtë të ndryshojë partitë, po që të dalë kryetari i partisë se thotë kjo e Vlorës, më mori 2 në telefon, më shau se ishte mbytur shtëpia e saj, jo se ishte mbytur Vlora. Dhe me që pasja guxim, unë do ta marr nga PD-ja te PS-ja, nuk më duket se është vlerë. Unë joh në Tiranë 2-3 të rinj që kanë ndryshuar nga 3 parti. Dhe tani duke parë se është konsoliduar pushteti i Ramës, lëm partitë e krahut djathtë dhe i bashkojnë Ramës. Por nuk ka asnjë siguri që ata do të kenë një integritet si deputet, përveç në një përfitim individual. Kjo cilësia për zgjedhjes ka rënë dhe të dyja partitë, sepse me ndryshimet kushtetuese në vitin 2008, që nuk i kanë votuar me bindje të plotë, kryetarët e partisë u bën si thua pronar SHPK-je të partive të tyre, me aksione 100%. Kështu që demokracia është kryer, nuk është përmirësuar. Dhe në një vend ku nuk ka demokraci, nuk ka barazit mundësive, në një vend ku nuk ka barazit mundësive, nuk ka zhvillim ekonomik dhe social. Këto janë të vërtetuara. Dhe të bëhet propagandë me këngë, me valle, me arinj, nuk e di me çfarë bëhet, por e vërteta në sy është kjo. Dhe kur ne bëjmë të debat, nuk e bëjmë kundër individit, e bëjmë kundër modelit të kerjes së demokracisë të brendshme në partitë politike, e cila pastaj bashkëqërohet me arrogancën e qeverisë, qoftë për një parti, qoftë për tjetrën. Ne kemi parë që pas atij ndryshimi ndodhi që ti nuk mund të futesh dot në listë nëse nuk do kryetari i partisë. Se kështu që është bërë me ligj, që listën e KQZ dërgon kryetari i partisë. Strukturat nuk reagojnë, nuk kanë qenë atje. Dhe ai tani ka të drejtë kur thotë që për njerëzit që vetëm tundin kokën, nuk është e nevojshme të kenë shtyllë kurizore, se u mjafton vetëm qapa. Dhe ne po shikojmë politikanë manikin, duan vetëm të mbijetojnë vetë dhe nuk bëjnë asnjë debat të brendshëm dhe nuk bllokojnë asnjë ligj apo nuk propozojnë një ligj të ri. Sipas të dhënave të institutit që ka zoti Krasniqi, aftësia për të hartuar ligje në Shqipëri me karakter individual, që detyra numër 1 e deputetit, ligjvënës, kështu i thonë, ligj prodhues, është gati 0. Dhe ata që nuk flasin fare, nuk e di veç merit zënë vendet sikur analistat e partive politike, pasin kontribut publik, dhe ata që kritikojnë sadopak një udhëheqës partisë në njëri krahas në tjetrin, duhet të mendohen mirë sepse mund të mbeten jashtë listave dhe mund të ndërpritet karriera politike thjesht për çepin e udhëheqësit të radhës. Okej, zoti Asimja, qyteti juaj është grua, Shqipëria është grua, Europa është grua, na thot zoti Rama, ndërkohë që duhet të votojmë një burr. Çfarë leximi bëni kësaj lloj strategjie, këtij lloj premtimi? Që ti bësh sa ka lidhje me një lloj programi as serioziteti. Që Rama improvizon në skenë dhe çka dhe pastaj ndoshta arktohet duke parë se çfarë themin si e kuptojmë ne, si analizojmë ne mentorit, pastaj gjithë këto xhevahiret që nxjerr Rama nga goja. Sepse praktikisht momentin që
ja hap rrugë kreativitetit vet, në mungesë të plot të temave serioze